Të gjithëve, ndodhemi në ditën e parafundit të vitit 2025 dhe shumë shpejt troket viti i ri, që për të gjithë ju uroj që të jetë një vit sa më i mbarë dhe siç thua do juve e bardha e zemrës. Mjafton të them vetëm kaq. Viti 2025, ashtu si çdo vit tjetër, ka qenë një vit, le ta themi, sfidues në shumë fusha apo aspekte dhe drejtime të jetës sonë, por ne nuk duhet të harrojmë gjithsesi që të jemi mirënjohës për gjitha mundësitë e reja që na u ofruan, mirënjohës për gjithçka që ne arritëm dhe nuk arritëm. Gjithashtu duhet të jemi falendërues për të gjithë njerëzit që na kanë ofruar mundësi bashkëpunimi, sido që të ketë përfunduar gjithçka. Unë mendoj që mirënjohja dhe falënderimi duhet të qëndrojë në mes, pavarësisht se ti gjatë rrugës kupton që ka njerëz që janë gjithashtu mos mirënjohës, gjatë rrugës kupton që ka dhe njerëz që nuk janë gjithmonë në drejtimin e dur dhe nuk ecin me sinqeritet, por përdorin mashtrimin, manipulimin, dhe është e drejta jote të vazhdosh ta pranosh apo të heqësh dorë dhe të largohesh nga kjo gjë. Mund të them që viti 2025, siç e përmenda edhe pak më përpara, ka qenë gjithashtu shumë sfidues dhe nga ana shëndetësore, por falenderojmë Zotin që gjithçka ka shkuar mirë dhe urojmë që asnjëri mos të sprovohet për sa i përket pjesës së shëndetit. Por siç e them edhe unë, disa gjëra janë të Zotit dhe atij nuk i dalim dot përpara. E di ajo arsyeën pse vendos të ndodhin pikërisht në momentet kur ti nuk i pret, ashtu siç është edhe vetë jeta. Por gjithsesi shpresojmë shumë që viti 2026 na sjell shëndet mirë, pastaj gjitha të tjerat. Për sa i përket anës profesionale, mund të them që personalisht ka qenë një vit me goxha angazhime që ka nisur në janar të 2025, ka marrë një propozim për modeling në Curvy Style ose ndryshe plus size për trupat që janë të mbushur, të shëndetshëm, por fakti që nuk e pranova është tjetër gjë, ndoshta nuk arrita të hiqja dot pjesën e komplekseve që kam për të dalë me bikini, dhe kjo jo për shkak se kam turp nga trupi im, sepse nuk ekziston kjo dhe jam shumë e vërtet në këtë që po them, por thjesht ndoshta nga që unë kam qëndruar brenda këtij formatit të profesionit tim dhe kjo më bën që mos të dalë dhe të provoj gjëra të reja, por mendoj që tani në moshën 30 vjeçe ti e di shumë mirë se çfarë, jo se e di shumë mirë se çfarë do, por je pak më e pjekur dhe mendon që më shumë ta shijosh në kuptimin e mirë, ti marrësh të mirat jetës ose propozimeve dhe që të vinë të gjithave mundësive, ti japësh një tik, i themi ne, ose ato shenjë kështu pozitive, sepse nuk ndodh që të vinë për herë të dytë dhe ndonjëherë disa bashkëpunime duhet të dalësh nga zona jote e komfortit dhe të vazhdosh ti realizosh. Pastaj kam pasur angazhim politik dhe një kandidaturë për deputete, që një pjesë e madhe të paktën në rrjeteve sociale në Facebook e din që sa angazhuar kam qenë unë politikisht, pra në kushërirës time, për të bërë më të mirën për Shqipërinë, për të sjellë një frymë të re e të tjerë, por populli vendosi një jo absolute dhe padyshim që u zhgënjyem, por le të themi që misioni dhe ëndra vazhdon, nuk i dihet asnjëherë dhe për këtë gjë unë nuk do them kurrë, pse gjithmonë të tjerë më thonë hiq dorë nga pjesa politike ose diçka që unë kam dashur kur kam qenë e vogël dhe mendoj se diku e kam vendin, por nuk duhet të nxitohem, por nuk e dua më shumë se sa dua profesionin tim, gazetarin, dhe kjo që është kryesore. Padyshim që nuk jam në këtë moshë 30 vjeçe, nuk kam asnjë lloj qëllimi, është e çuditshme sepse çdo vit e kam pasur një qëllim dhe objektivat e mia për çdo vit të ri që ka startuar, por ky vit është një vit që unë më shumë dua t'i marr se sa të mendohem se çfarë do bëj dhe çfarë do krijoj. Do i shikoj gjërat më me terezi, më me rahat, po jam falendëruese Zotit që kam mundësinë që të punoj nga shtëpia, përveç se të realizoj video për profesionin tim, gjithashtu kam 2 programe. Falenderoj çdo njeri që më është ofruar për bashkëpunim, nëse do të ketë rezultate do t'i shihni në vazhdim, gjithsesi mbetet për t'u parë çdo gjë. Unë thashë, kam marrë më shumë terezi, kam për trenit shumë avash, jam të këto trenat e vjetër që mezi punojnë këtu në Shqipëri dhe jo në ato trenat e shpejt, siç janë jashtë në metro, sepse mendoj ndonjëherë që punët e mira duhen bërë me ngadalë. Unë jam përpjekur që në çdo punë që kam marrë
të bëj më të mirën dhe të jepem dhe të përpiqem sa më shumë aty. Pra e kam dhënë shumë veten në një drejtim që kam marrë, por mendoj që ky ka qenë gabimi im, sepse duke u marrë me ato punë e cila në fund më ka dhënë më shumë le të them më ka dhënë më shumë mësim se sa ekonomi, por mendoj që gabimi im është që nuk duhet t'i lej punët e tjera zvarr në momentin që marr diçka. Unë mendoj që njeriu mund t'i bëjë të gjitha pak e nga pak. Jam me këtë parim, eci me këtë parim, kam punuar me këtë parim, por ndonjëherë kam lëshuar. Për sa i përket drejtimit personal, falenderojmë Zotin, jemi mirë. Rëndësishme është që të kemi familjarë të mirë, që syt dhe veshët mos na dëgjojnë të keq, o Zoti mos e lënd. Rëndësishme është të zgjohemi me dashuri dhe të flem me dashuri. Pastaj se çfarë ka ngacmime të tjera, gjëra të tjera janë pjesë të jetës, duhet i pranojmë, unë mendoj që unë nuk besoj të fundet, nuk besoj të humbjet. Unë besoj se njeriu e largon vetë njeriu dhe nuk mendoj që ka një kohë të saktuar për të qenë pranë dikujt që ti e vlerëson, e do apo do ta kesh pranë. Kështu që le të mos themi kur, por kur nuk thuhet kur, por mendoj që të kalosh në të njëjtat ujëra të turbullta nuk do të ishte as pak e mirë për shumë anë të tuat apo drejtime. E tani nuk e di, po unë po u futa në anën personale, nuk di çfarë flas, humbas komplet, kështu që le të shndrojmë më mirë në anën profesionale. Duke uruar gjithëve një vit sa më të bukur, kisha shumë dëshirë të sjellja një podcast apo Vox Pop, po e kisha të pamundur këto kohë për shkak të një problemi tim personal që nuk duhet të lëviz shumë me këmbën. Për këtë arsye jam detyruar që të shkëputem nga palestra, por së shpejti do të rekuperohet çdo gjë dhe shpresoj shumë me ndihmën e Zotit të ecim përpara dhe të vazhdojmë duke bërë më të mirat e tona.